Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju një histori tepër të dhimbshme. Do të flas për një histori dashurie, do të flas për një histori të lumtur, por që dashuritë jo që zgjasin gjithmonë. Kur të shqip do të flasim për një tradhti. Rrëfimin ma ka shkruar një grua e nderuar e cila tregon tmerin në fakt që i ka ndodhur në jetën e saj. Ajo thotë që unë e tradhtova burrin tim dhe në fakt ndjet krenare për atë gjë që ka bërë. Do me thënë është martuar me dashuri, është martuar me lumturi, por siç duket, kjo lumturi nuk ka zgjatur shumë. Kam qenë një nga ato gra që gjithmonë thosha, mua kjo gjë nuk do të më ndodhte kurrë. Gjykimi im ishte i prerë e mendja ime ishte e bindur. Tradhtia ishte diçka që në thelb u përkiste të tjerëve e jo mua. Unë besoja në fakt se nuk do të arija kurrë deri në këtë pikë. Por jeta ka një mënyrë të çuditshme për të përballur me versionin e vetes që betoheshe se në fakt ti nuk do të bëheshe kurrë. Nuk ishte fakti vetëm që unë u bëra e dashura e një burri të martuar me fëmijë, por ishte edhe fakti që e tradhtova bashkëshortin tim pas disa vitesh martesë. Dhe kjo është pjesa që mua realisht më dhëmb më së shumti. Nga jashtë jeta ime dukej krejtësisht e rregullt. Kishim shtëpi, kishim fëmijë, kishim stabilitet. Për të tjerët ishim një familje tepër e përkryer. Por sot e kuptoj se një martesë që zgjat nuk do të thotë domosdoshmërisht se është martesë realisht e shëndetshme. Ne kishim ndërtuar një shtëpi, por jo një lidhje të fortë si çift. Kishim krijuar në fakt një rutinë, por jo një thellësi. Vite me radh jam mësuar të kënaqem me pak. I thosha vetes time se kjo ishte e mjaftueshme. Shihja çifte të tjera që dukeshin të dashuruar, që komunikonin, që qeshnin bashk. Dhe në heshtje, mendoja sa do të doja të isha edhe unë pikërisht kështu. Pastaj e qetësoja veten me mendimin se gjithçka që shihja ishte vetëm një fasadë. Bashkëshorti im nuk e kuptoi kurrë boshllokun tim. Ndoshta sepse unë u bëra shumë e zonja në fshehjen e tij. E vërteta është se pas kaq shumë vitesh, kur në thelb të gjithë besojnë se gjithçka shkon për mrekulli, është e vështirë të prishësh atë imazhin edhe të thuash ka diçka në këtë mes që nuk shkon. Pastaj në jetën time, hyri dikush tjetër. Në fillim ishte vetëm një mik, një person me të cilin flisja lirshëm, një njeri që realisht më dëgjonte, dhe ndoshta aty filloi edhe gjithçka. Nuk ishte dëshirë për aventurë, as kërkimi një diçkaje fizike, por ishte ndjenja i të qenurit e parë, e kuptuar edhe e vlerësuar. U përpoqja realisht të flisja me bashkëshortin tim, u përpoqja të hap tema që më shqetësonin, po sikur
Ne të dy ishte që flisnim dy gjuhë të ndryshme, sikur nuk kuptoheshim. Çdo përpjekje për dialog përfundonte në heshtje ose në keqkuptim. E kuptova se ne si çift nuk kishim ndërtuar mekanizma për të përballuar atë krizën e madhe, por kishim ndërtuar vetëm stabilitet. Sa herë ja kam thënë vetes duhet ta kisha mbyllur martesën para se unë të filloja diçka tjetër. Por nuk e bëra sepse në mes realisht ishin fëmijët. Sepse friksohesha nga përplasja, sepse çdo natë kur i shihja duke fjetur mendoja le të jenë edhe pak të lumtur. E shtyja të vërtetën nga dita në ditë. Pas pushimeve, pas një momenti më të përshtatshëm që nuk erdhi kurrë realisht. Ndërkohë ndjenjat e mia për tjetrin në këtë mes nuk zhdukeshin. Ajo që më tronditi më shumë ishte një moment me gruan e tij. Një herë ajo më pyeti çfarë mendoja për martesën e tyre, bazuar në ato që më kishte treguar ai, sepse djali me të cilin kjo zonjë ka ndarë shtratin nga qenë i martuar. I thash se më duke një martesë si të gjithë të tjerat. Dhe ajo buzëqeshi dhe më tha, po është një martesë si të gjithë të tjerat, edhe e tha këtë me shumë krenari. Në atë moment kuptova diçka të hidhur, ndoshta shumë martesa janë si gjithë të tjerat, të qeta, të rregullta, por me boshllëqe që askush nuk i pranon. Thot martesa ime vazhdon. Nga jashtë duket e njëjtë, ndoshta do të kisha vazhduar pa e vënë kurrë në dyshim, nëse nuk do ta kisha njohur tjetrin. Ndoshta do të kisha jetuar në qetësinë time të verbër. Nuk e shkruaj këtë për justifikim, tradhtia mbetet tradhti, por ndonjëherë ajo nuk lind nga dëshira për aventurë, por nga mungesa e thellë e lidhjes, nga heshtjet e gjata dhe nga gjërat që realisht nuk thuhen kurrë. Dhe ndoshta pyetja më e dhimbshme që i bëj vetes sot është kjo. A është më mirë një martesë si të gjitha të tjerat, apo një e vërtet që dhëmb, por në shpirt të çliron? Ka net kur pyes vete nëse jam viktime rrethanave apo autore zgjedhjeve të mia, është e lehtë të fajsosh boshllëkun, heshtjen, mungesën e komunikimit. Por e vërteta është se unë mora vendime dhe vendime të heshtura, të shtyra nga frika dhe nga mungesa e guximit për të përballur me të vërtetën time. Ndoshta dhimbja më e madhe nuk është ajo që u kam shkaktuar të tjerëve, por përballja me faktin se nuk isha aq e fortë sa realisht unë e mendoja. Kam kuptuar se tradhtia nuk fillon në momentin kur prek një dorë tjetër. Ajo fillon shumë më herët, në heshtjet e gjata, në mungesën e dialogut, në netët kur kthen shpinën dhe zgjedh të mos të flasësh. Fillon kur pranon të jetosh më pak, kur bind veten se kjo nuk është maksimumi që ti meriton. Dhe kur dikush të ofron më shumë vëmendje, më shumë dëgjim, më shumë ndjenjë, duket si shpëtim. Dhe pse në të vërtet është vetëm një pasqyrë që të tregon çfarë ty të ka munguar. Sot nuk e di ende se cili do të jetë fundi i historisë time. Ndoshta do gjej forcën për të ndryshuar, ndoshta do të vazhdoj në këtë martesën si të gjithë të tjerat, por një gjë e di me siguri, nuk dua më të jetoj me maskë sepse më e lodhshme se tradhtia është të tradhtosh veten çdo ditë duke bërë sikur je e lumtur në një jetë që nuk të përmbush fare.